Aris Angels, një podcast nga Ari me Tani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të podcastit Aris Angels. Patjetër që balerinat e mia janë ulur, janë pozicionuar dhe le mos humbasim kohë dhe le t'i prezantojmë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Okej, vazhdo me prezantimin. Unë quhem Kelana Balanca. Unë quhem Gjeni Selezi. Unë quhem Soli Shullani. Unë quhem Dea Çuri. Okej, goca, mirë se erdhët. Si po ndiheni, më tregoni pak? Mirë. Shumë mirë. Duket pak si emocione apo jo? Po. Po balerinat sikur s'kan emocione, ç'patët jo? Okej, duke qenë që ju jeni goca pak më të rritura se gocat e herës kaluar, do ju bëj pyetje pak më të vështira. No. Okej. E zëm se neve jemi këtu ku jemi tani. Dhe një elefant futet këtu në studio. Si do ishte reagimi jot? Nami. Do bëj gjithë te. Do bëj namin. Do dalë në rritara. Do idhem. Gjenis? Përsa unë të isem i kanë në studio së dhe do t'jam një rosani. Enki? Do dhe zonë Dilë nëse do të farë policinë. Se do vite policia do merr elefantin apo jo? Po. Unë do merr babin gjatë të shkull kokës. Dea? Unë do ja pës jam shkel në kokës dhe do ja pësaj dilë nga studio të rrap. Okej, e hoqëm dhe elefantin nga studio. Nëse kërcimin do të krahasonit me një lloj ushqimi. Ju kërcimin e keni qef apo jo? Po. Dhe një ushqim që ju keni qef, cili ushqim mund t'ishte për ty? Lulë shtrudja. Frutat e detit. Ke qef frutat e detit? Shumë. Pse? Sepse janë shumë të mira. Kush t'i sjell ty frutat e detit? Babi. Pse babi jot me çfarë merret? Punon në Itali. Më ka premtu babi jot se ka kalec apo s'mi ka sjell akoma? Si do ja bëjmë? Do t'i them. Do të fusmi këty? Po. Okej. Dea? Brek me gjizë. Byrek me gjiz, e han shumë jo? Okej. Soleil? Makaronat e detit me fruta deti. Edhe ti ke qef makarona fruta det. Më tregoni një situatë qesharake që ka ndodhur këtu te studio me gocat e mjëra tjetër. Jepi Dea. Shfarë parë se vjen ti në pëllosti po bëni gallata, inki hite kapucin e hite në ajër, edhe shte qa bote kështu e ngrinte komet larë pas me Gjeni që këndon të rritë. Gjitha të gjëra ka ndodhur këtu? Do po i marrë vesh tani? Mirë. Nëse ju do shkonit në një planet vetëm me fëmijë dhe ju do ishit lidere, çfarë rregulli do vendosnit ju në këtë planet? Mos vinte asë njëri, vetëm ne. T'ishin vetëm fëmijë? Shumë e bukur. Soleil? Çfarë rregulli do vendosit ti në këtë planet? Trim vetëm drejt. Me kurrizin drejt? Po, Okej, mirë. bëjnë ushtrime kështu bosh lart. Të gjithë fëmijët. Po. Gjenis? Që vetëm kërcenim atë, mos posim mos i gjotë tjetër, vetëm Gjithë kohës vetëm kërcim. Gjithë planeti duke kërcyer. tatunin planetin. Tatunin. Henki? Ta pastromin tokën çdo ditë. Mos të hellin asnjë mbeturin. Bravo, shumë mesazh i bukur kjo. Duar trokit e goca më pëlqen. Tani, më tregoni pak, sa antar ka familja jote? Të thënë të drejtë nuk e se i maj men, po ti them me emra. Jepi. Të thënë Armona, babi, unë, vëllai, nona, gjyshi. Armona kush është i përfundim? Mami. Okej. Gjenis? Jemi 3 pjesëtarë. Mami me ka emrin Eriola, babi me ka emrin Ylli dhe unë e kam emrin Gjenis. Okej. Soleil? Unë kam të shtëpia kam nëna Abibe, gjyshe Xheza, unë,
vllai im Kristian, mami Ornela edhe babi im Gerti, kurse nënën time dhe gjyshin tim të tjerë i kam të shtëpia tjetër. Okej, kuptova. Dea? Unë familje kam 5 pjesëtar. Ato janë mami, babi, vllai, nona dhe unë. Pastaj nonën dhe gjyshin i kam të shtëpia tjetër. I kam gjithë në shtëpinë time, vetëm se i kam pallat tjetër. E kuptova. Kemi ardhur në momentin e sfidave. Duhet të bëjmë një lojë. Okej. Më i shkafti, më i shpejti dhe do të zgjedhim një fituesin. Atëre, unë do them një shkronjë, që secili nga ju duhet të thot nga një fjalë, okay? Dhe nuk duhet të ngecim. Do të nisi Dea, Soleil, Gjenis dhe Enki. Dhe kështu me radhë. Kush ngec, do me thënë që digjet. Do nisi me shkronjën B. Babi. Banane. Bleta. Majmun. Jo. Me B. Berbere. Pritse i ke radhën. Okej. Enki u doq këtë herë. Tani lojën do ta vazhdoj. Dea, Soleil dhe Gjenis. Jemi gati? Me shkronjën D. Dielli. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, Igo dhe Soleil, jemi gati sfida Dea dhe Gjenis. Gati? Po. Me shkronjën T. Topi. Tastiera. Televizori. Tabela. Telekomanda. Nuk e ndihmoj Takimet. shoqe. Treni. Se di. 3. Okej. Terminal. Tiran. Rotonda. Është me R. E ka të brënda. Le të themi që e fitoi Dea këtë sfidë. Duar drukitje për Dean. Bravo Dea. Okej, ju pëlqeu? Do të vazhdojmë të bëjmë disa lojra të tilla? Okej. 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 Mirë. Jemi gati? Po. Unë do them një ngjyrë dhe ju do më thoni nga një objekt. Okej. Ngjyra jeshile. Bari. Gjethet. Okej, Gjenis u dosh këtë herë. Enki, me jeshile? Kërceli. Po. Dea. Nuk e di. 1, 2, 3, 4, 5. Soleil, me jeshile jemi akoma. Gjethet e detit. Okej. Nuk e di. U mendohu pak. 1, 2, 3, 4, 5. Soleil është fituese në këtë sfidë. Duar trokitje? Jo më kotin i ndarë kështu, sepse unë e di që ju të dy jeni shumë shoqe dhe ju të dy jeni shumë shoqe, pra e njihni njëra tjetrën. Pyetjet janë për të dyja dhe juve do zgjidhni Enkin apo Gjenis, dhe ti do zgjidhësh Soleil apo Dea. Okej. Do ta nisi me dyshen këtu në fillim. Kush vënohet më shumë nga ju të dyja? Gjenis. Pse u surprizove Gjenis? Është e vërtetë apo gënjeshtër? Kur vënohet Gjenis? Sepse mami ka qef të dali të pi një kafe me mamin e Gjenit edhe ato ne dy të presim te porta. Vënohen këto të dyja. Por Enki e ka në gjithë shpinë prandaj, kurse unë e kam 2 hapa larg. Edhe vishem, edhe mami la ropat edhe prandaj nuk ka kohë. Okej, e kuptova. Gocat, kush vënohet më shumë nga ju të dyja? Unë.
Të dyja. Të dyja vonoheni, ja? Po pse vonoheni, mo ideja, pse? Se unë ka në rast për shumë që kam ikë në orën 8 fiks në shkollë dhe dera ishte mbyllur. Okej. Unë për vete, gjithë nxënësit ka shkuar në klasë dhe unë sa e shoh derën mi do më thënë mos. I gjithë jam futë, unë jam vonë. E sa futëm zisha, pse e bë vonë, pse e bë vonë, ullët e veni, ullu, bëjtë Pse ndodh kjo? Kush vonohet në shtëpi? Mami. Pse qa bon? Tregon çik. Do 2 orën që të vishëm. A, vonohet me ty? A, kush ha më shumë nga ju të dyja? Unë. Ajo? Si ndodh, më trego pak. Nga që mu më ka puria shpejt ku duan të dali me një vend. Edhe dy t'i the mami direkt që më hatë. Kush ha më shumë nga ju të dyja? Unë. Oh, bravo. Qa hani zakonisht? Unë, na i herë mëse marroj pjatën, na i herë marroj gjithë. Unë me zi presë në shkollë të vi përshimi ma, se më ka puria. Po të kishit një buton, mu këtu në balë. Që po ta shtypnit, do bënte diçka. Çfarë mendoni për çfarë do ishte ai buton? Ideja e para. Me falë shumë. Okej. Soler. Me më bo më gjithë shkatër shpinë. Okej. Bina dhe ta të kërcy. Gjitha ne të kërcy kryj. Enki, Të kërcy. s'kene bëj për buton për atë se ti kërcen vetë? Qenis? Thonë të janë që të lecon të rëzik për vejtë, për vdekje, shkështë anë dhe... Jo, atë nuk e duam ne. Po të kishit një fletore, Po? që çdo ditë plotson nga një dëshirë. Çfarë do shkruanit juve në atë fletore? Unë kam dëshirë të marrë një skuter elektrik. Okej. Dea? Arme telefon. Telefon? Sa vjeç je ti? Nuk mendojnë që është pak herët për telefon? Papa, kur të rritem e thash. Okej. Qenis? Kisha të bështa 3 kotele dhe të më plezon të dëshira, se nuk kam fare kotele, sepse dhe kemi shpinë e vogël, nuk kemi opore dhe mami është allergjike. Enki? Do të shkushat me sill të babagjishit viti 3 një telefon 17 për max. Kjo e ka kjo një telefon. E ka një telefon ajo. Jo ka dy telefon. Ke telefon? Do iPhone 17 Pro Max? Po. Të ngjyre? Portokallë. Okej. Kan dalë. Inshallah babagjyshi. Inshallah babagjysh na ngjona këtu. Na ngjona këtu, hajde. Ajde, jepi ajin që plotra dëshirën të të t'i bëjnë. Po Cam, më tregoni pak. Pse keni zgjedhur të studion e kërcimit për të ardhur këtu? Çfarë të pëlqen më shumë këtu? Mua më pëlqejnë mësuesit, sepse janë shumë të urtë dhe shumë të dashur. Kush janë këto? Ari, Dhe? Vana. Faleminderit. Gjenis? Mua më pëlqen kur edhe këtu ke studio, nga që ishte edhe studio bukur dhe unë të dua shumë të se ti e profesori më i mirë, po të ke mësuar shumë kërcime të bukura. Të puthi qik. Solel? Unë kam qef të kërcime të ti dhe të bëjmë kërcime vetëm. Kur bëjmë orët personal? Po, Ti ke nis dhe gjimnastikën tani, apo jo? Si të duket gjimnastika? mirë, kam dhe sot. A, ke për ta bërë sot? Po. Okej, perfekt, shumë mirë. Dea? Të kërcej, se më pëlqen shumë kërcime dhe më pëlqen kjo studio se unë u ambientova shumë këtu. Ditën e parë që erdha u ambientova direkte. Më bëhet shumë qefi goca që jeni të lumtura dhe unë jam shumë i lumtur që ju kam pjesë të kompanisë tonë. Tani do t'i përshëndesim pak ato që po na shohin. Ju përshëndesim të gjithëve nga podcasti Ari Senjo! dhe mos harroni të bëheni pjesë e Ari me tani Dance Company! Mirupafshim! Ari's Angels, një podcast nga Ari Metani.